Policia e Shelbyt ka arrestuar një të dyshuar pasi 2 persona u gjetën të vdekur në një sallon makinash në Shelby Township të premten. I dyshuari u gjet herët të shtunën pasi policia ekzekutoi një urdhër kontrolli në një hotel në Romulus pranë aeroportit ndërkombëtar të Detroitit, sipas një njoftimi nga drogeri i policisë të Shelby Township, Mark Benedettini. Provat u sekuestruan gjithashtu nga dhoma e hotelit, tha Benedettini. Emri i dyshuarit do të bëhet publik pasi ai ka dalë përpara gjykatës. Ekipi i reagimit special të policisë së Sterling Heights ndihmoi njësinë e reagimit taktik të policisë së Shelby Township në ekzekutimin e urdhrit kontrollit. Të premten pasdite 2 burrat nga qarku i Macombit u gjetën të vdekur në Star Auto Sale në Ryan Road në një incident përshkruar nga autoritetet si një vrasje dyfisht. Policia e Shelby Township u dërgua në sallonin e makinave në orën 18:28 të së premtes për të kryer një kontroll mirëqenie. Brenda, oficerët gjetën trupat e 2 burra, një 48 vjeçar nga Clinton Township dhe një 40 vjeçar nga Shelby Township, thanë zyrtarët. Punonjësit ishin punonjës të autosallonit. Autoritetet nuk kanë bërë ende as emrat e viktimave publik.